Pas vlerësimit të bërë nga kryeministri Edi Rama për kandidatët e opozitës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi menjëherë për media. Ai komentoi mbi listën e kandidatëve të Partisë Socialiste dhe theksoi se ky vlerësim kishte si qëllim të mbulonte dështimet e qeverisë. Lista e mbyllur është lista e mafjes, është lista e skapit e Edi Ramës. Të shkojmë të lista e hapur, na thot pak, çfarë është lista e hapur? Hajdut dhe patronazhist. Po Çenoklos të dytë nuk bën. Po ta ka asosh Çenoklosin me Petrokoçin te Del Petroja Qelibar. Pak me thënë. E kuptoni ju apo jo? Pra, lista tjetër është patronazhist dhe pastaj të tjerë kërkon Google. I munges totale respekt ndaj qytetarëve shqiptar dhe zgjedhësve shqiptar. Le të përpitet sa të doj. Le të flas me vete nga mjezi ndark. Atë monologun e mëngjesit ta vazhdoj gjithë ditën filibuster. Po Edi Rama me asgjë nuk mund të mbuloj problematikat e të mërshme të listës që u paraqiti shqiptare. Berisha gjithashtu pyet edhe për largimin e listat demokratëve që nuk e pan emrin e tyre në listat e sigurta të Partisë Demokratike, përfshirë Dash Sulën, i cili ka gjetur vend në listën e koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet për qarkun e Elbasanit. E kryeministrit është puthja e Judës. Dash Sulën, i cili ka karrierën e tij, por mendoj se hapi që bëri të rjeshtohet me opozitën e opozitës, pra de facto me patericë të Edi Ramës, nuk është zgjidhja në vlerësimin tim, megjithse unë e theksoj këtu, respektoj zgjedhjen si thelbin e lirisë të çdo individ. Dash Sula ju përgjigj kryetarit Partisë Demokratike nga oborri i parlamentit. Zoti Berisha nisi të gjithë aksionet e tij në atë kohë me foltorën e famshme, me moton çdo individ politik dhe vota do të jetë para në Partinë Demokratike. Vota do të jetë para në Partinë Demokratike. Por fatkeqësisht u shkel me të dyja kamët statuti, u shkel me të dyja kamët gjithçka dhe përfundimisht Partia Demokratike u shbë statuti, u shbë statuta e Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë Demokratike u shpreh se nuk kishte asnjë shqetësim për largimin dhe se partitë politike janë të hapura për çdo individ që ka dëshirë të kontribuojë në politikën shqiptare.